Në vazhdim edhe dihet se do të kemi një qeveri me 15-16 pra javën e ardhshme apo jo. Kështu që nuk po besoj që jemi në krizë, këtu janë procese shumë demokratike, kem afate ligjore, të cilat janë t'ju përmbajt, unë nuk po shoh aq krizë të madhe. Isha ndalë shumë shkurt me u lidh tek ajo idealja, të cilën realisht secili prej neve kemi thonë. Por më falni, po ku kem siguri të madhe që në qeveri vetëvendosja PDK e para kryen proceset mëdha. S'kem siguri sepse në të kalumen momentet ma kruciale kanë lshu per, respektivisht e ka shfrytzuar njëra ose tjetra parti momentumin për ta godit aleatin dhe ta prish koalicionin. Pra, po bojmë fjalë për një vetëvendosje cila që ta edhe zoti Maliqi, megjithatë ka marrë një rezultat jashtëzakonisht të thellë. Dhe atë rezultate ka marrë, unë kam quajt një lloj referendumit të vazhduar të vitit 2021 që këto partitë e establishmentit kalum kanë qeverisë keq, ti nuk qeverisësh as mirë për 4 vjet, po hala nuk po dojmë i kthy ata. Kështu që kështu duket kjo nga jashtë. Tash zoti Kurti është ndërmjet këtij problemit pra që ta ruaj këtë vijë me cilët po i merr gjitha ato vota dhe ose ta thej atë parim të kthehet bashkëpunoj me një parti e cila realisht nuk e ka kokën. PDK-ja ka strukturë, ka vota, është e dyta, por nuk e ka vendimarrjen ose vendimarrësin aty me cilët kishte mujt më ul zoti Kurti 2-3 një javë me bisedu dhe me qit pikat kryesore. Me kanë ka me ul zoti Kurti me bisedu në PDK. Njëherë me Sami Lushtakun, pastaj me Bedri Hamzën, pastaj me Emilin Krasniqin, për me zgjedh problemet me Serbinë. Më falni, po unë besoj që me gjithë ideala do të ishte për shkak të numrave zgjedhjes presidentit vitin e ardhshëm, për shkak të shumë procese, po unë nuk i besoj asaj. Unë sinqerisht nuk i besoj, edhe zoti Kurti besoj që edhe në Gjermani quhet shlau, edhe ma i thukt është në to për me lexu që nuk mundet me kanë siguri e madhe që një koalicion i pari me dytin çon procese shumë përpara. Pastaj, cila qeveri ose cila legjislaturë varet nga vullneti drejtori. Deri në fund të këtë. Cila legjislaturë çaj mandatin deri në fund? Ajo që ishte me 64 numra apo ajo që ishte ndërmjet parit dhe dytit? 85 i kanë bërë. Fal. LDK dhe PDK kanë dëshmu që koalicioni i partive të mëdha nuk do të thotë sepse se kanë patur vullnetin, po tani mund ta kenë. Mund ta kenë, bravo. Një histori e cila nuk është shumë e largët, na ka treguar që megjithatë mund të jenë defektet më të mëdha realisht se sa mund të jetë hajri më i madh. Faktën kështu po e lexoj si po rrjedhin gjonat. Prandaj unë me shumë besim tashmë jam që koalicioni o do të ndodh koalicion me ata pak numra, pra ndërmjet VV-s, nisbës edhe minoritetit jo serb, ose pra nëse veç me të vërtet bllokohen tek ato dy numra, mund të ketë ndonjë lëvizje të ndonjë deputeti, sepse nuk është krejt e pamenduar ose krejt e kot kur del nga Skanderaj Zotriu dhe thotë që edhe po të quhet Adem Jashari prej Varrit, thotë vajza ju nuk e voton një koalicion PDK-LDK. Kjo në një farë mënyrë sikur po e jep një farë mesazhi që madje ne mund ta kthejmë